Portokalli. Ky frut është burim i shkëlqyer i vitaminës C. Aciditeti mund të shkaktojë shqetësime të tretjes në disa raste dhe ka përmbajtje të lartë sheqeri natyral, prandaj konsumi këshillohet të jetë i moderuar. Pesticidet dhe ndotësit e tjerë janë element që nuk duhen injoruar, prandaj fruti duhet të lahet mirë përpara se të qërohet. Portokalli përmban antioksidantë të ndryshëm, duke përfshirë flavonoidet dhe karotenoidet, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe luftuese ndaj sëmundjeve. Klima e përshtatshme për kultivimin e saj është tropikale dhe subtropikale. Masivisht, ajo kultivohet në Brazil, Kinë, Indi, Shtetet e Bashkuara, Meksik, Spanjë, Egjipt dhe vendet e Mesdheut. Dardha. Dardha është një frut i shijshëm dhe i ushqyeshëm me një sër përfitimesh shëndetësore. Vlera e saj ushqyese dhe përmbajtja e fibrave dietike e bëjnë atë të domosdoshme për trupin e njeriut. Konsumi i saj ndihmon tretjen, rregullimin e sheqerit në gjak dhe ndikon në uljen e kolesterolit. Kultivimi i saj kërkon tokë të drenazhuar mirë dhe vende me diell, klimë të ngjashme me atë të rritjes së mollës, të tilla si Kina, Argjentina, Italia, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Belgjika apo Afrika e Jugut. Pjeshka. Ajo është një burim i vyer i vitaminave A dhe C dhe fibrave të ndryshme, ndërkohë që bërthama e saj përmban cianid, prandaj është me rëndësi të pastrohet me kujdes. Pjeshka është një frut i këndshëm veror i mbushur me vlera ushqyese të cilat ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, qarkullimin e gjakut, prodhimin e kolagjenit, shëndetin e lëkurës, funksionimin e muskujve e të tjerë. Ajo kultivohet në klimë të butë me verë të ngrohtë, më së shumti në Kinë, Itali, Spanjë, Shtetet e Bashkuara, Turqi, Greqi, Iran e të tjerë. Papaja. Papaja është një frut tropikal i njohur për shijen e ëmbël dhe përfitimet e shumta shëndetësore. Ajo përmban vitamina të ndryshme të cilat ndikojnë direkt në shikimin e njeriut, shëndetin e lëkurës dhe funksionin imunitar. Njëkohësisht, shërbejnë si antioksidant që forcojnë imunitetin dhe nxisin prodhimin e kolagjenit apo shëndetin e kockave. Veçori e spikatur e saj janë enzimat tretëse dhe fibrat dietike. Papaja e lulëzon dhe rritet në klimë tropikale dhe vende si India, Brazili, Indonezia, Meksika, Nigeria, Filipinet, Tajlanda, Republika Dominikane, Guatemala dhe Kina. Mango. Mangot nuk janë vetëm të shijshme, por edhe të pasura me dobi të ndryshme për trupin e njeriut. Duke bërë një përmbledhje të vlerave ushqyese mund të veçohen vitaminat A, C, E, K dhe B9, të gjitha shumë të rëndësishme për një metabolizëm dhe fizik të shëndetshëm. Mineralet e ndryshme dhe fibrat janë gjithashtu të rëndësishme për funksionet të sistemit imunitar, të tilla si ndihma e tretjes, ekuilibrimi i ndyrnave, sheqernave, shëndetin e lëkurës e të tjerë. Vendet që kultivojnë mangon janë ato me klimë tropikale dhe subtropikale, duke nisur nga India, Kina, Tajlanda, Pakistani, Indonezia, Meksika, Filipinet, Brazili, Nigeria dhe Bangladeshi. Piepri është në vendin e 5. I pasur me vitamina A dhe C dhe një burim i mirë i kaliumit, piepri kategorizohet si frut ndër më freskuesit dhe të ushqyeshmit. Ai zotëron në sasi të konsiderueshme vitaminën A, C dhe B9, të gjitha tepër të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e qelizave. Piepri është gjithashtu i pasur me kalium dhe fibra. Të gjitha këto cilësi e bëjnë tepër të dobishëm për shëndetin e syve, forcimin e sistemit imunitar, rregullimin e presionit të gjakut e të tjerë. Piepri rritet në klima të ngrohta dhe me diell dhe disa nga vendet kryesore prodhuese janë Kina, Turqia, Irani, India, Shtetet e Bashkuara, Spanja, Maroku, Egjipti dhe Guatemala. Shalqiri renditet në vendin e 4. Ai është një frut freskues dhe hidratues, duke pasur në përbërje të tij rreth 92% ujë, gjërësisht i konsumuar në periudha të vitit dhe vende me klimë të ngrohtë. Vlerat e tij ushqyese janë disa, duke nisur nga vitaminat A, C dhe B6, mineralet e ndryshme, kaliumi, magnezi dhe antioksidant të ndryshëm. Kalorit tek shalqiri janë relativisht në vlera të ulta dhe nuk përbën problem as tek personat që nuk mund t'i konsumojnë ato. Klima ideale për kultivimin e tij duhet të jetë e ngrohtë dhe disa nga vendet që prodhojnë dhe eksportojnë më shumë janë Kina, Turqia, Irani, Brazili, Algjeria, Shtetet e Bashkuara, Spanja dhe Egjipti.
Manafera, ku përfshihen lule shtrydhja, boronica dhe mjedra, e pasur me antioksidant, vitamina dhe fibra. Shumë llojshmëria e kësaj familje frutash ofron një gamë të gjerë lëndësh ushqyese. Disa nga këto vlera janë fibrat, vitaminat e ndryshme si C dhe K, tepër e rëndësishme për sistemin imunitar, vitamina B9, e cila ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e qelizave, apo minerale të ndryshme si mangani apo kaliumi. Për secilën prej këtyre frutave, vlerat më të spikatura janë lule shtrydhet, mbartin vitamin C dhe mangan. Boronicat janë të pasura me antioksidant, veçanërisht antocianina, të cilat mund të përmirësojnë funksionin e trurit. Mjedrat janë një burim i shkëlqyer i fibrave, vitaminës C dhe manganit, ndërsa manaferat janë të pasura me fibra, vitamin K dhe mangan. Manaferat rriten në klima të ndryshme, nga zonat e buta në ato më të ftohta, dhe disa nga vendet me sasinë më të madhe të kultivimit janë Kina, Shtetet e Bashkuara, Kaliforni dhe Florida, Meksika, Turqia, Spanja, Kanadaja, Polonia, Kili dhe Rusia. Molla renditet në vendin e dytë. Ajo është një burim i mirë i fibrave dhe vitaminës C, ndërsa farat e saj përmbajnë cianid. Prandaj, pastrojini gjithmonë përpara konsumit. Molla është një frut shumë i pëlqyer për shumë arsye. Ato ofrojnë një sër përfitimesh dhe cilësish ushqyese duke filluar nga fibrat, vitamina C, veti të shkëlqyera antioksidante, përmbajnë kalium e të tjerë. Shëndeti i zemrës apo ai i zorrve, menaxhimi i peshës dhe kontrolli i sheqerit në gjak janë vetëm disa nga efektet e këtij fruti tek njeriu. Mollët rriten në vende me klimë të butë në mbar botën, dhe disa nga vendet me kapacitetin më të madh prodhues janë Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Polonia, Italia, India dhe Franca. Banania mban vendin e parë, e pasur me kalium, i cili është i rëndësishëm për funksionin e muskujve. Ajo ofron gjithashtu karbohidratet e nevojshme për energji dhe është e pasur me sheqer, prandaj është e rëndësishme që konsumi i tyre të jetë i kontrolluar. Bananet janë një burim i shkëlqyer i disa lëndëve ushqyese kryesore të tilla si kaliumi, vitamina B6, vitamina C, fibra, mangani dhe karbohidratet. Vendet që kultivojnë banane të cilat eksportohen në të gjithë botën janë India, Kina, Indonezia, Brazili, Ekuadori, Filipinet, Guatemala dhe disa nga rajonet tropikale të Afrikës dhe Amerikës Qendrore.